Qendra aftësimit profesional në Gjakov gjatë vitit 2025 ka arritur objektivat e planifikuara në trajnimet profesionale. Sipas drejtuesve të kësaj qendre, interesimi i qytetarëve për aftësim në profesione të ndryshme ka qenë i lartë. Aktualisht në tregun e punës janë rreth 10 profesione që konsiderohen më të kërkuarat, për të cilat edhe është rritur numri i aplikimeve për trajnim. Interesimi i qytetarëve ka qenë i madh. Janë disa profesione këto, siç e dini edhe më herët, janë 10 profesione të cilat janë mjaft të kërkuara, po ndër më të kërkuara më thonë është instalimi elektrike. Kemi edhe parkerin dhe grimierin, po ashtu kemi edhe rrobaqepsinë, e cila është mjaft të kërkuara, duke marrë parasysh tregën e punës të Gjakov, se për rrobaqepsi kemi mjaft kompani të cilat operojnë dhe ka interesim për rrobaqepse, po ashtu edhe kuzhina. Nuk ka mbet keq, ka kërkesë, kemi soldimin, po ashtu asistent administrativ, kemi kontabilitet, dhe moj me thonë ato objektivat të cilat i kemi caktuar për vitin 2025 i kemi arrit, kuptohet bashkërisht me Agjencion e Punësimit, Ministrinë e Financave, si dhe duke falendëruar donatorëve të ndryshëm, të cilat pa ndihmën e tyre plot projekti nuk mund të realizohen. Sipas drejtuesit të qendrës, kërkesa për aftësime profesionale vazhdon të mbetet e qëndrueshme duke reflektuar nevojat reale të tregut të punës. Kërkesa për me thonë ka mjaft, si procedurë duhet sparë shkollët e zyre të punësimit, aty është këshilltari i cili këshillon për punë, po ashtu edhe për ndonjë trajnim, pastaj regjistrimi bëhet aty, rekomandojmë për këto. Moj me thonë që kërkesa ka të mjaftueshme, ka profesione që ka shumë kandidat ku duhet edhe të pritet në radhë, ku ka profesione ku ka ma pak, po përgjithësi njerëz kanë filluar të vdesohen, ta marrin një kurs, edhe është për të mirën e tyre edhe për të mirën e komunitetit. Ndërkohë nga kjo qendër bëjnë të ditur se viti 2026 ka nisur me projekte të reja, ku planifikohet hapja trajnimeve të reja dhe rritja e numrit të punëtorëve të kualifikuar në profesione të ndryshme.